Një aksident rrugor është regjistruar në zonën e fshatit të Kaninës, në afërsi të qytetit të Vlorës, ku dy automjeti janë përplasur me njëri tjetrin duke shkaktuar plagosin e drejtuesve. Sipas të dhënave paraprake, në aksident ja përfshi një automjet i tipit Ford që drejtohej nga shtetasi ZH 33 vjeç dhe një automjet i tipit Volkswagen me drejtues shtetasin VK. Përplasja ka qenë e fortë duke shkaktuar dëmtime të konsiderueshme të dy automjeteve. Si pasojë e aksidentit, njëri prej drejtuesve ka mbetur në gjendje të rëndë dhe i bllokuar brenda automjetit. Në vendngjarje kanë mbritur menjëherë patrullat e policisë së Vlorës dhe ekipet e urgjencës mjekësore dhe forcat zjarfikse, të cilat kanë ndërhyrë për nxjerrjen e plagosit nga mjeti i dëmtuar. Operacioni i shpëtimit ka zgjatur disa minuta pasi drejtuesi kishte mbetur i ngecur mes deformimeve të automjetit. Pas ndërhyrjes së zjarfikse, ai është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Ndërkohë drejtuesi i automjetit tipi Volkswagen, shtetasi VK, është drejtuar në ambulancë të Spitalit Rajonal të Vlorës. Burimet mjekësore bëjnë me dije se ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po merr trajtim të nevojshëm. Për shkak të aksidentit, qarkullimi në segmentin rrugor ku ka ndodhur ngjarja u vështirësua për disa minuta, deri në largimin e automjeteve të dëmtuara dhe normalizimin e trafikut. Grupi hetimor dhe specialistët e qarkullimit rrugor kanë nisur menjëherë veprimet për të përcaktuar shkaqet dhe rrethanat e plota të aksidentit. Paraprakisht po verifikohen faktorë të ndryshëm, përfshirë shpejtësinë e lëvizjes së mjeteve, kushtet e rrugës dhe respektimin e rregullave të qarkullimit. Policia e Vlorës vijon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe dokumentimin e përgjegjësive që mund të kenë çuar në këtë aksident të rënd.